Të më thënë, këta oferta që ka bërë parlamentin, nëse janë gjithë nga një sektor, ndoshta duhet të pyesim pse kanë filluar këta problem. Sepse nëse nuk zgjidhim burimin të problemit, do përsëritet prap pas një vit, 2 vjet, 3 vjet. Kështu që në fundit nuk është thjesht për të pastruar situatën që kemi me ata, le të themi që nuk janë invazion, është vetëm gabim ose diçka të tillë, por nëse kemi problem, duhet të shkojmë në burim, edhe duhet të ndryshojmë diçka ose duhet të bëjmë një ligj tjetër për të zgjedhur problemin në thelbësor. E qartë, mendon se para se të merrej ky vendim për paqen fiskale, duhet minimumi gjës të kishte ndodhur një lloj konsultimi me grupet e interesit për të shmangur këtë gjë që mund të ndodhë në vijim si efekt pasojë, si efekt zinxhir, si efekt domino nga ky vendim për faljen e gjobave dhe detyrimeve më saktë për 10 vite. Duhet ishin ullur në një tryezë të rrumbullakët, grupet interesi, qeveria, dhomat e tregtisë për të parë se ku çalon, për të parë efekte që mund të vinin më pas, apo për të analizuar efektet parandaluese të problemeve në ekonomi? Normalisht po, sidomos kur FMN-ja është dakord me ata dhomë të huaj, si dhomë amerikane në shqetësimit e tjerë. Është në fundit vendimin e parlamentit për të bërë, ndoshta ata mendojnë që nuk do jenë në parlament pas 10 vjetë, kështu që është një vendim që do ketë një efekt përkohshëm, edhe do përfitojnë sot për sot dhe nuk ka problem nëse ka një efekt negativ pas 10 vjetë, sepse nuk do jenë atje. Shpresoj që nuk kanë këtë përqendrim, por normalisht një parlament serioz merr në konsiderat gjithë, mund të vendos kundër shqyrërimit të dhomës të huaj, por prapse është mirë për ata të dëgjojnë edhe të kenë parasysh, sidomos kur institucionet si FMN janë kundër. E qartë. Për të çështjes ekonomike besoj kanë ndjekur me shumë interes zhvillimet në Shqipëri, shpëtepër ku ka një moment që mund të themi jemi në lupën e faktorit ndërkombëtar. Kemi patur garën për kreun e ri të SPAK, ku është zgjedhur në fakt orët e fundit dhe kreu i ri SPAK pasuesi i Dumanit, që në fakt shpesh edhe bashkë në këtë studio kemi folur edhe për punën e tij dhe mund të themi më shumë se kritik kemi qenë në përgëzues për gjithë reformën që ka marrë në sistemin e drejtësisë. E ke parë si një proces të drejtë, një proces të qetë dhe një proces ku në bazë të meritokracisë u zgjodh ai që duhet të marrë drejtimin e strukturës posaçme antikorrupsion në këtë kohë të razirash, më lejo ta them kështu, për Shqipërinë sa e takon çështjes së drejtësisë. Si e shikon emrin e ri të zotit Braho? Nuk e njoh as zoti Domani, as zoti Braho, ne në biznesin normalisht për këtë çështje ne të huajt mbushesim për pamjet të ambasadës dhe e di që ambasada amerikane ishte shumë përfshirë atje. E di që kur ishte edhe ambasadorët më parshëm, ata ishin shqetësuar që kishte një problem në gjykata, që nuk kishte drejtësi fare. Tani jemi në rrugës, por akoma rrugës, për të përmirësuar këtë çështje. E di që ka mirë të çështjet që janë në radhë. Edhe nëse ka mirë të çështjet që janë në radhë, kuptohet që jo gjithë do jenë vendosur njëkohësisht, edhe mund të duket jo fair nga pikpamja e jashtme, sepse disa vendimet janë marrë, disa nuk janë marrë, mund të thonë dikush që ai ka një problem për edhe tjetri ka problem. Kështu që kuptohet që jemi në fazë të parë, por nuk jemi në atë situatë si që ishin ambasadori Lu, kur ata kanë ankuar që nuk kemi gjetur një peshk të madh. Ka disa peshk të madh që janë në hetim. Nuk e di nëse janë të pafajshëm apo jo, por më paktën gjykata është duke funksionuar në hap të parë. Kuptohet që është vetëm një rrugë gjatë. Edhe besoj që nga ata që kam dëgjuar edhe kam parë unë qeveri amerikane dhe ambasadorë të huaj janë në mbushtetje dhe vazhdojnë të jenë në mbushtetje të SPAK-ut edhe të kryetarit që ishte edhe besoj që ai që po vjen është në mbushtetje të tjera. Edhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës me të dërguarën apo të ngarkuarën me punë në Tiranë e kanë përshëndet, kanë ndjek nga afër gjithë procesin dhe ka patur dhe ambasada amerikane një reagim dhe një përshëndetje dhe një urim për punën për zotin Braho, por edhe për punën që do të ketë në vijim në ndërtimin e strukturës posaçme antikorrupsion. Beson se ato vota që shkuan në favor të zotit Braho për të zgjedhur kanë patur bekimin e
faktorit ndërkombëtar të SBA-s, të Donald Trump, apo dhe vetë zonjës dërguar, apo së ngërkuar me punë në Tiranë? Nuk e di nëse Trump i vetë po mendon për Shqipërinë apo për SPAC-un. Ai është, domethënë, i zënë me punën e Amerikës. Me zhvillimet të tjera pak të rëndësishme. Edhe nëse ai mendon për jashtë, ai mendon për Ukrainë ose për lindjen e mesme. Por besoj që ambasada është shumë interesuar dhe Departamenti i Shtetit është shumë interesuar dhe unë kur unë lexoj ata që kanë shkruar e marr siç i kanë shkruar, ata kanë thënë kanë përshëndetur zgjedhjen e kryetarit dhe besoj që janë dakord. Nëse nuk ishin dakord, nuk do thoshin asgjë. Ose mund të thoshin diçka të kundër, por nëse kanë thënë diçka pro, do thotë që ata janë pro. E përshëndetën, po. Besoni tek drejtësia me SPAC-un që po tashmë ndron dhe drejtuesit puna, po merr hapa të tjerë, po ka edhe vendime që janë shumë të rëndësishme që lidhen me hetimet dhe zyrtarëve të lartë, por edhe me çështje që i prekin vërtet qytetarit shqiptar, pra është rritur besueshmëria tek sistemi i drejtësisë në vendin tonë nga viti në vit?